Një banesë 2 katëshe është përfshirë nga flakët gjatorëve të para të mëngjesit në fshatin Zvezd të Bashkisë Maliq. Fatmirësisht anëtarët e familjes kanë arritur të dalin në kohë nga banesa pa pësuar lëndime. Raportohet se në momentin kur zjarri ka rënë, familjarët ndodheshin në gjumë. Ata janë lajmëruar nga fqinjët, të cilët kanë ndërhyrë menjëherë duke i ndihmuar të dalin jashtë. Nga zjarri është djegur plotësisht gati i dyti banesës, ndërsa dëmet materiale janë të konsiderueshme. Familjarët tregojnë se në banesë jetojnë 7 persona, por në momentin e ngjarjes ndodheshin vetëm 4. Ata thonë se nuk kanë mundësi ekonomike për ta rindërtuar shtëpinë dhe apelojnë për ndihmë nga institucionet. Ata nuk dojnë fare, do të shkon terë morë zë. 7 jemi ne, po 4 ishte. Çfarë të kërkojmë qytetit? Asgjë. Çfarë? Nga shteti, çfarë kërkoni? Çfarë duhet të bëj? Çfarë të bëj shteti? Ata e din vetë çfarë do të shikojnë. Keni mundësi që ju ta rindërtoni Po sërish? kemi në ato shumë herë atë. Edhe të afërmit dhe fqinjët konfirmojnë se familja është në kushte të vështira ekonomike, pa të ardhura të qëndrueshme dhe se shtëpia ishte e vjetër, me linja elektrike të amortizuara. Ata kërkojnë ndihmë nga Bashkia e Maliqit dhe strukturat përkatëse, qoftë për strehim, ushqime apo veshmbathje. E kam vëllakte, unë tash jem mora vesh, thanë që u doj shtëpia, u doj nga korrenti. Shtëpia që e kompletuar, kanë punuar 6 muaj vetëm për shtëpinë. Kanë punuar, mirë po erdhi dita sot që u doj. Ne duam një ndihmë nga komuna e Maliqit. Jo, nuk kanë gjendje. Sa ardora ta vend punojnë 3 muaj në këtu në fshatin Argos, edhe vinë marrë ndonjë futën në shtëpi. Tash ku do gjejnë tash të dimrin ata? Ne duam të ndihmë ndonjë robë, ndonjë gjë, ta ndihmoj komuna. Po si nuk do të marrë, është familje adegji, ku ka rejemi. Po, neve kur na thanë që ju ka rënë zjarri mbrapa shtëpive, duan me pamë, kur ashtu flaka kishte vajtur në tavan. Atje 4 janë. Ishte plaku i shtëpisë, djali me nusën edhe djali. Ku kanë të ardhura? Pension vetëm ai, ve në Greqi, punojnë ato që marrin janë, s'ka me. Ai do vinte të vënte çatin, si vetë vinte edhe si jetë në Greqi, të fitonte, ta vënte çatin. Po linjat e dobta janë, të shtëpit janë të vjetra. Autoritetet po vijojnë verifikimet për të përcaktuar shkaqet e sakta të zjarrit, ndërsa familja ka mbetur pas 3 dhe ka nevojë për ndihmë urgjente.